Sektor tjetër shumë problematik dhe korruptiv është sektori i shëndetësisë, i cili është i tillë për shkak se të gjithë në këtë vend, në drejtimin e vendit, bëjnë të verbrin. Unë e kam thënë shpesh dhe do vazhdoj dhe nuk do lodhem. Mos janë atemoni mjekët, mos i luftoni mjekët, se i shtym drejt ikjes dhe po ikin dita ditës. Po hajde të gjim formulën se si ta adresojmë problemet që ata kanë. Unë nuk dua këtu të mbroj njerëz që janë babzitur në korrupsion, se ka dhe të tillë. Po dua ta vë theksin, ore, ka ndonjë problem këtu që këta na ikin dita ditës infermierët, na ikin mjekët jashtë. Ka ndonjë problem këtu? Cili është problemi? Mor zotëri, dini ju që i kushton sot 20, mund të jetë rrit, mund të jetë vaj 25, po diku te 20-25 euro një operim zemre, aq merr një mjek në Shqipëri sot. Kjo është e padrejtë. Po të studiosh të rjetën, të dalin trut vendit. Dhe të duhet të studiosh konferenca për kohës. Është një proces që vazhdon. Sa herë hyn në sallë, të jesh në luftë me vdekjen aty, me milimetra, te bisturia, dhe ti në fund i shpëton jetën një njeriu, se i operon zemrën, dhe shoqëria të jap pas ty 20 apo 25 euro si pagesë, po kjo është tauj. Ky është ofendim. Dhe ne të pretendojmë që këta njerëz të mos kenë probleme ekonomike? Po jo, mor zotëri, gjej formulën, mor zotëri. Do gjetur formula, mor ti. Merre rrogën e një kirurgu të zemrës në Shqipëri, përpjestoje për numrin e operimeve që bën, të del 20 deri 25 euro për operim. Ky nuk është argument që justifikon korrupsionin, po është argument. Mos gabojmë, janë diku të 200 operacione në vit. Mos gabojmë 200 e ca operacione në vit që bën një mjek. Kjo është një shifër jashtëzakonisht shumë e lartë. Rekord, more, mjekët tanë kanë rekorde në këtë. Jashtëzakonisht shumë e lartë. Orë zotëri janë rekorde, më kupton, dhe ti po të marrësh përpjestosh rrogën me operime, ty të del vlera qesharake. Thua, ore, po ky është kirurg, more, i zemrës. Po ky operon zemrën, more, si mund të tahesh kështu?